ose të papunësuar, tash ke kohë shumë të madhe. Shfryzoj maksimalisht kohën tonë në ibadete se bëma ki don Zoti nesër punësohesh, shembull punë shtetit. Edhe atë 8 orë ke punë fizike. Edhe lodhesh kur të vish për punë në shtëpinë tënde. Edhe ata ke nevojë për pushim, mbetet shumë pak kohë me bëj ibadet ose me lexu libër ose me mësu diçka. Andaj tash për shembull kur je i papunësuar, ose tash kur je akoma në shkollë të mesme dhe obligimet ndaj arsimit janë më të vogla, para se të ish në fakultet, po dhe kur je në fakultet apet ke kohë më shumë se kur të ish punë. Se kur të ish punë ndoshta keme pas nevojë me punu 2 puna, as keme pas kohë të faktikisht mo as ders me art, as libër me lexue, as kaset me dëgjue, as vizit fare vizit me bë, as këshillë nasihat dikujt me bë. Andaj shfrytëzoje kohën e lirë sa të është zonë. Edhe normalisht kjo është ai kuptimi i hadithit irtanim khamsan qabla khams, shfrytëzoje 5 gjëra para 5 qerave, edhe njëra për një është wa faragaka qabla shughlik, kohën e lirë pas të zihet ajo kohë. Se bëni vaj mëdha të cilat të ndihmojnë pastaj në kohën kur do të jesh i zant, kur do të kesh mos i veç fardh më bë, ke mjaft, ke rezervuar dhe ke kursu, domethënë ke tubu mjaft sevape, të cilat kanë mundësi me ndihmu domethënë në ditët ku do të mundesh vetë se fardhët me zbatu. Andaj në Kur'an çka thot Allahu në Kur'an? Wa idha faragta fansab. Sura al-Inshirah. Edhe kur ta kryesh adhurimin, apet bën adhurim. Wa idha faragta, edhe kur ta përfundosh ti ibadetin tan, fansab, qëndro në kam në shenjë të adhurimin dhe Allahu subhanahu wa taala. Maksimalisht nuk ka të kotlir. Nuk ka thonë Kur'an kur ta kryesh ti adhurimin pusho. Edhe pse normalisht saatun fa sa'a, një orë kështu edhe një orë, ashtu 4. Po kishte janë 3 metodat ose 3 obligime që i ka besimtari ndaj kohës vet. Disa prej muslimanëve të mëhershëm kanë thonë koha boshe për burrat është dënim, kurse për gratë është lëvizje e epshit. Edhe kjo realitet i madh, se gratë të cilët nuk e angazhojnë vetveten me lexim të librave, me dëgjim të derseve, me dhikr, me ibadet me Kur'an, çka e shfryzojnë kohën boshe që kanë duke shikuar televizion, për shembull. Edhe për fat keq, domethënë vargje zinxhire të filmave epizodik që janë ka 200-300 epizoda, që janë normalisht pa kvalitet profesional në film, mirë po janë emocional, edhe ndikojnë në emocionet e grave, edhe ata këtë kohën e tyre kalojnë duke shikuar ata filma. Ata filma ndikojnë në ngjalljen e epshit të ata. Andaj pas kanë thonë koha e lirë, koha boshe që nga dënim për burrat e mirë, edhe lëvizje e epshit për gratë që të cilët domethënë që ndrojnë nëpër shtëpia. Cilat janë mjetet që na ndihmojnë ta ruajmë kohën? Mjetet që na ndihmojnë ta ruajmë kohën, ata shfrytëzojmë sikur se duhet. Një, llogaria e vetvetes. Edhe na fali qofshmi Zotit, kemi folë domethënë detajisht për llogarinë e vetvetes, al-muhasaba. Se besimtari duhet me llogarit vetveten shumë më shumë se sa që ortaku e llogarit ortakun e vet. Edhe për këtë kemi treguar në ajete edhe hadithe që flasin edhe fjalët e selefit, andaj padyshim se kur ta llogaritësh ti vetveten tënde dhe punët e tua që ke bë, do ta shohësh se kur nisens ke bë. Kur ta marrësh vesh se kur nisens ke bë, atëherë do të nxitosh që ta mbushish domethënë kohën tonë me vepra të cilat e kënaqin Allahun dhe të mundsojnë ty ta fitosh xhennetin. Llogarit vetveten për çdo ditë duke e pyet sot çka ke bë për Allahun subhanahu wa taala, sot në çfarë vepra ke kalu ditën, edhe a i ke shtu sot veprat e mira ose i ke shtu veprat e këqija. Nëse ti ke pyetja për shkak të çdo ditë, atëherë padyshim se ti kanë me të shtu veprat e mira. Sikur se tregohet për Omerin radhiyallahu anhu, i cili vazhdimisht çdo natë para se merron me flet i ka thonë, sot Omer çka ke vepru për Allahun subhanahu wa taala. Këtë pyetje besimtari duhet me parashkruar vetvetes për çdo ditë, për çdo moment. Sot unë a kam bën ndonjë vepër të mirë e cila ka dallu nga veprat e mira që kam bërë dje? A mos folim na për vepra domethënë të këqija se ata nuk vijnë në ditës. 2. Ta edukojmë vetveten në ambicje të larta. Dhe këta mjete na ndihmojnë ta ruajmë kohën, se kur ta pashtëm pyetjen vetvetes vazhdimisht, padyshim se kjo na nxit për me shfrytzuar kohën maksimalisht në vepra të dhura. 2. Ta edukojmë vetveten në ambicje të larta. Domethënë të mundohemi të kërkojmë të arrijmë grada të larta në ibadete, në dituri, në takvallëk, në fjalë të buta, në moral,
në sjellje, në respekt, në dituri, në shkencë, në punë, në administrat, të bëhemi më të nartit, më të rrejt. Kemi ambicie të larta. Mos mjaftohemi me punë të vogla. Për shembull, mos mjaftohet dikush për neve me qenë punëtor në pastrimin komunal, për shembull që është në Shkup. Sa është punë e ulët. Me mbledh mbeturinat e njerëzve ka i hedhin ata. Por të kesh aspirat bësh drejtor në një firmë. Të kesh aspirat të arish në sferën e shkencës, të përfundojsh studimet e larta deri të bësh doktor, profesor. Të kesh ambicie të larta, normalisht shkon në jetën e dunjos, por gjithashtu edhe në ibadete. Kjo është ambicie e larta. Sepse njeriu që ka ambicie të larta arrin në lartësi. Ai që ka ambicie të vogla mbetet në ulësi. Thot poeti, idha ma ala al-mar'u rama al-ula, nëse ngritet njeriu edhe qëllimet e veta i ka të larta, wa yaqna biduni man kana duna, e kënaqet me pak se ai që është i vogël. Se do me kon i vogël pa vlerë, atëra miru me punë të vogël, nëse do me boj madh, miru me punë të mëdhaja. Edhe na këtë vazhdimisht i kemi këshilluar vëllezërit në këtë element, duke ja përkujtuar hadithin e pejgamberit alayhissalam që i ka mësuar muslimanët me lyp Firdausin, që është xheneti më i lartë. Pse? Për me mësuar muslimanët, me eduku muslimanët me lyp më të lartën. Që nëse nuk e mrin më të lartën, barëm i afrohesh së lartës. Problemi jonë që mund këtë element se na kënaqemi me pak. Jo, nuk duhet. Nisemi na prej maksimumit. E nëse zbresim afër maksimumit. Ama nëse nisesh ti me minimum, ti as minimumi s'ke mundësi me arrit. Andaj kërkesat tuaja në jetë duhet me qenë maksimale. Edhe nëse nuk arrit maksimumi, ke arrit afër maksimales. Kjo është rregull, kanon të cilën Allah ka krijuar në shoqëri, edhe këtë kanon nuk ka mundësi me kapacit kurkush, nëse nuk e kupton domethënë si duhet. 4. 3. Shoqërohemi me ata njerëz që e ruajnë kohën. Zotën na më shumë të që bëhemi dembela dhe përtaca edhe pasiv, duke net me dembela dhe përtaca dhe pasiv. Që kjo po na mbyt neve këtë kohën. Se në xhamatin tonë, domethënë djemt të ri ku jetojmë na, ka djemt që janë badjavgji gjithë ditën shëtisin udhve, rina për çajtore kështu më radh. E dashti nëse rrin me ta, edhe ti ki mu bosi ai. Mirë po të njëjtën kohë ka nxënës të cilët për shembull gjithë ditën rinë në bibliotekë ose në leximore. Edhe lexojnë ose tjetri vazhdimisht punon me fitureskun, ose i treti vazhdimisht mirët me ilm. Ata rriti me ata që janë të punës. Pse? Që të mësohesh për ty edhe ti punë. Të ngjallet të ti oreksi për punë, për aktivitet, për lëvizje. Andaj poeti thot: "Idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, wala tashab al-arda fatarda ma ar-radi", kur shoqërohesh me një popull, shoqërohu me të zgjedhurit atij popullit. E mos e shoqëro me të poshtërit, se bosh edhe ti si ai poshtër. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, mos pyet për një njeri, por pyet për shokun e vet, fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi, se shokut i ngjet. Edhe kjo është domethënë realitet të cilën na ketë e shohim me sy edhe me ball. Kur ti je i punës, edhe shoku jot ka me koni punës, nëse ti je dembel edhe shoku jot ka me koni dembel, edhe kundër nëse shoqërohesh me dembel kemi u bë, nëse shoqërohesh me punëtor kemi u bë. 4. Të ndihmon për të arrit kohën njohja e gjendjes së selefit. Edhe këtë thamë që do të bëjmë në ders të veçantë se si selefi ka shfrytzuar kohën e vet. Edhe ky element domethënë leximi i biografisë të dietarëve të mëhershëm padyshim ka shumë efekte pozitive në jetën e besimtarit. Ta mëson se sa duhet të shkoni devotshëm, të mëson se si duhet të kërkoj dituri, të mëson se si duhet të shkon aktiv, të mëson se si duhet të shkon domethënë me shfrytzuar kohën tonë, të mëson se si duhet të shkon që mos lakmosh dunjon, fakisht të mëson shumë elemente për të cilët ti ke nevojë në jetën tonë, janë yrneki joti. Se na shumë herë kemi thonë se në jetën tonë të përditshme nuk kemi na yrnek të madh, shembulltyr, e cila ka më qenë shembulltyra jonë direkte. Edhe se dikush ka mundësi me kon parcialisht shembulltyre dikujt, ama e plot nuk ka. Ku janë këta? Janë gjeneratët e mëhershme, jetë e tyre, biografia e tyre. Lexoj ata, edhe veprosi kanë vepruar ata biidhnillahi taala, kemë fitu dunjon edhe ahiretin. Sepse ata kanë dhënë shembulltyrën më të mirë në shfrytëzimin e kohës